Radio Maria, pjesëri fishte në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lënduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenci, frati i Gjakovës. Sot e kemi emisionin e 7 në lidhje me jubileun franceskan. Herën e kaluar kemi filluar të paraqesim veprimin e urdhit franceskan në Kosovë, në bazë të librit Familja Franceskane në Kosovë, të botuar në Gjakovë vitin e kaluar, 2025. Kemi filluar paraqitjen e veprimtarisë së vëllezërve franceskan dhe të motrave franceskane në familje ndryshme me rend alfabetik. Kemi folur për Becin, Binçen, Bishtazhinin, Budisalcin, Bytyqin, Deçanin dhe Doblibaren. Në rend është Ferizaj. Familja e Ferizajt është themeluar në vitin 1897. Është ndarë nga familja e Prizrenit, e drejton kleri dioqezan. Në Ferizaj ka vepruar një kohë vetëm një franceskan, Pater Marian Prela, frat i Shqipërisë, me pëlqimin e i pezhujt, që ka bërë ripërtritje shpirtërore në Ferizaj dhe me atë rast, me 19 gusht të vitit 1916 e ka themeluar në Ferizaj urdhrin franceskan shekullar. Atë ditë u pranuan në urdhrin franceskan shekullar 46 antar të ri. Pas Ferizajt është familja e Glavicicës, e themeluar me 7 nëntor të vitit 1978. Është ndarë nga familja e Glogjanit, edhe atë e drejton kleri dioqezan. Nga Glavicica kemi një motër të urdhrit të tretë franceskan, motrën e Shenkryqit, motrën Nikjeta Krastiqi nga Dugajeva. Familja e Glogjanit u themelua në vitin 1922. Është ndarë nga familja e Pejës. Në Pej, në atë kohë ishte kuvendi franceskan, prej të cilit është shërbyer edhe Glogjani. Mas pari e ka shërbyer duke e përgatitur themelimin e familjes së re i lumi Pater Luigi Palić Sopaj. Por ai në Glogjan nuk kishte as kish, as shtëpi për familjitarin. Atë si administratorin e familjes së re në formim e kanë vrarë ushtarët malazez në Janosh afër Gjakovës me 7 mars të vitit 1913, sepse i mbronte edhe katolikët edhe muslimanë shqiptar nga slavizimi i dhunshëm dhe nga kalimi i dhunshëm nga feja e tyre në fenë ortodokse. Per këtë arsye, ai, si martir i kishës katolike, u shpall i lumtur me 16 nëntor të vitit 2024. Gur themelin e shtëpisë së familjitarit të Glogjanit e bekoi Monsignor Lazar Mjeda, arqipeshkëvi Shkupit, me 7 tetor të vitit 1913, 7 muaj pas vrasjes së Pater Luigjit. Në vitin 1916 filloi ndërtimi i rezidencës, por ajo nuk u krye deri pas luftës së parë botërore. Ndërtimin e vazhdoi Pater Marian Prela në vitin 1922, por e përfundoi Pater Lorenz Mazreku, familjitari i Pejës, në vitin 1924. Pas vdekjes së Pater Luigjit, familjitarët në Glogjan ishin Pater Filip Paliqi, Pater Marian Prela, Pater John Blushaj,
Pater Filip Paliqi prap, Pater Lek Filiqi, e në fund për tretën herë Pater Filip Paliqi, deri në vdekje e vdiq me 3 shtator të vitit 1947. Pater Filipi ishte varrosur në oborin e kishës famulitare në Glogjan. Para fillimit të ndërtimit të kishës së re në Glogjan, eshtrat e tij u transferuan në Gjakov me 14 shtator të vitit 2017. Ai ishte, ky Pater Filipi, ishte meshtari i fundit i provincës franceskane shqiptare si famulitar në Glogjan. Pas vdekjes së tij në vitin 1949, famulia e Glogjanit zyrtarisht ju dorëzua klerit dioqezan. Nga famulia e Glogjanit kemi një meshtar franceskan, Pater Kol Thaqin. Ai në fillim ishte meshtar dioqezan, por me 17 nëntor të vitit 2016 e filloi noviciatin në urdhrin franceskan shekullar të vllazërisë së Gjakovës. Me 17 nëntor të vitit 2017, do me thanë një vit më vonë, i bëri kushtet në urdhrin franceskan shekullar. Pak më vonë, me 4 dhjetor të të njëjtit vit, u pranua në postulandat të kustodjes franceskane shqiptare. Postulandatin e kreu në kuvendin franceskan në Gjakov. Zhgunin franceskan e veshi dhe filloi vitin e noviciatit në Lezhë me 8 shtator të vitit 2018. Kushtet e para rregulltare i bërin në Lezhë me 19 shtator 2019. E kushtet e përjetshme i bërin në Shkodër me 5 shtator 2024. Momentalisht është famulitar në Laç. Nga famulia e Glogjanit kemi edhe 2 motra franceskane të zojës së papërlyer, motrën Diana Krasniqi dhe motrën Daniela Krasniqi, të dyat nga Nepole. Ato mas pari ishin kandidatet e motrave të Shenjkryqit në Gjakov në Kroaci deri në vitin 1972 e pastaj u bën motrat franceskane. Urdhrin franceskan shekullar në Glogjan e ka themeluar Pater Marian Prela me 10 shtator të vitit 1916. Atë dit u pranuan në Glogjan 40 antar të këtij urdhri të tretë franceskan. Famulia e Gucis sot i takon arqipeshkvis së Tivarit në Maltëzi, por ajo deri në vitin 1969 ishte pjesë e i peshkvis Shkup Prizren. Prandaj na intereson edhe lidhja franceskane me atë vend. Është një rrethan e pazakonshme lidhur me Gucin. Atje ndodhi që 2 vëllezër ishin ndarë në 2 fe. Mark Sirdani ishte katolik besnik deri në vdekje, kurse vllai i tij u bë musliman, madje edhe hoxh. Ndërkaq Marku vdiq herët, i la 2 djemjetim pa babë e pa nanë, Antonin dhe Lekën Aleksandrin. Pra, pak para vdekjes së vet, ai la vllait të vet amanetin që të kujdeset për fëmijët e tij. Vllai i tij hoxha nuk dinte se si të kujdesej për ata fëmijë më mirë se sa që t'i çoj në Shkodër në shkolla katolike. E çoj Antonin të Fretrit e Lekën të jezuitit. Të 2 u bën meshtar. Anton Sirdani është lindur ditën e Shën Antoni Tabat me 17 janar të vitit 1885 në Guci. Prandaj në pagzim janë gjiten emrin Anton. Zhgunin franceskan e veshi me 29 shtator të vitit 1902 dhe me atë rast mori emrin rregulltar Fra Marin Sirdani. Kushtet e përkohshme i bëri me 9 tetor të vitit 1903
kurse ato të përjetshme me 29 gusht të vitit 1907. Shugurimin meshtarak e mori me 2 maj të vitit 1909. 4 herë ishte definitor i provincës franceskane shqiptare, do me thanë antar i Këshillit të provincës. E 2 herë guardian të Kara e Madhe. Vdiq në Shkodër me 14 shkurt të vitit 1962. Vllai i tij, i lumi Don Lek Sirdani, është lindur me 1 mars të vitit 1891. Ka studiuar në Shkodër dhe në Innsbruck në Austri. Me 24 prill të vitit 1916 u shugurua meshtar. Shërbeu në zona malore të Shqipërisë. Mlidhte këngë popullore, po edhe vetë shkruante poezi. Komunistët e arrestuan në korrik të vitit 1948. E torturuan në burgun e Koplikut dhe para gjykimit. E mbyten në ujëra të zeza së bashku me të lumin Don Pjetër Çunin. Të dy u shpallën të lumtur së bashku me grupin e 38 martirëve shqiptar me 5 nëntor të vitit 2016. Motrat e mëshirshme të Shenkryqit në Guci erdhen me 14 korrik të vitit 1958 në kërkesën e famulitarit të atëhershëm të Gucis, Don Milorad Defar, i cili më vonë u bë famulitar i Bishtazhinit afër Gjakovës. Nga Gucia kemi edhe motër rregulltare, motrën e mëshirshme të Shenkryqit, që quhet motra Svetlana Palushević, në pakzim kishte emrin Pashke. Ajo, mbi 30 vite, ka shërbyer si organiste e katedrales së Gjakovës, e pastaj si organiste e kishës së kuvendit të motrave. Ishte mësuese e muzikës në gjimnazin e Gjakovës, si edhe udhëheqëse e korit. Ka kompozuar shumë tekste liturgjike dhe emri i saj do të jetë i pashlyeshëm në historinë e kësaj veprimtarie në kongregatën e saj dhe në i peshkuin e Gjakovës. Kemi ardhur deri te familja e Gjakovës dhe te shenjtërorja e Shnanot në Gjakovë. Gjakova si vendbanim ekzistonte edhe para pushtimit otoman, si pronë e Jakut, vazalit të Vuk Brankovićit, i cili vdiq me 6 tetor të vitit 1398. Pra ishte despot i Ohrit, ky Vuk Branković. Është ruajtur edhe monedha e këtij Jakut, që quhej Jakov. Prej emrit të tij rrjedh edhe emri i vendit në 3 versione. Shqip Gjakov, turqisht Jakova dhe slavisht Gjakovica. Kuptohet se qyteti i sotëm është zhvilluar më vonë gjatë sundimit turk, por emërtimi i këtij vendi ekzistonte edhe para turqëve. Kisha e parë famulitare e Gjakovës e kushtuar Shën Pjetrit e Palit Apostuj ishte dikur nën Çabrat, aty ku tash gjendet xhamia. Në shekullin e 19, Gjakova kishte një kishë të vogël si shtëpi familjare, në të cilën përdhesa ka shërbyer si kapela e kati si banesë e meshtarit. Pas luftës së parë botërore, është ndërtuar kisha e re, e cila ka shërbyer deri te lufta e fundit në 1999. Ndërtimi i kishës së sotme filloi në vitin 2001 pas lufte. Ajo përdoret që nga Krishtlindja të vitit 2008, megjithse edhe sot vazhdojnë punimet në ndërtimin e saj. Kosova sot ka vetëm një famulji franceskane, famuljinë e Gjakovës, të cilën e drejton të
e drejtojnë vëllezërit franceskan që nga viti 1958. Nuk dihet saktësisht se si është zhvilluar kisha katolike në këto vise, e sidomos jo kush ishin të gjithë ata që kanë vepruar në arën e Zotit në këtë vend. Të dhënat më të sakta i kemi vetëm pas themelimit të Kongregatës së Shenjtë për përhapjen e fesë, Congregatio de Propaganda Fide, në vitin 1622, sepse misionarët dhe i peshkuit detyroheshin që çdo vit t'ia dërgonin Kongregatës në Rom relacionet përkatëse në lidhje me gjendjen e kishës në terrenin e tyre dhe për të gjitha ngjarjet me rëndësi. E për këtë arsye në Rom janë ruajtur dokumentet të viteve pas themelimit të kësaj kongregate. Përpara nuk gjenden dokumente. Tu dëshiroj të theksoj se para se franceskanët e kanë marrë me vete shërbimin baritor të familjes së Gjakovës, Gjakova kishte 2 famullitar martir. Don Luk Kabashin, të cilin turqit e kanë vrarë në Prit, derisa ai e përcjellte i peshkuin Monsignor Pjetër Bogdanin në Gash, me 30 qershor të vitit 1676. U torturua dhe u martirizua edhe pasardhësi i tij, Don Andre Gjardi Kalmashi, në rezidencën e vet në Zogaj afër Gjakovës me 19 shkurt të vitit 1687 në kohën e luftës së Vjenës. Pas martirizimit të tij, famullitar i fundit të vendas u bë Don Pjetër Zogaj, për vitit 1687 deri në vitin 1702. Per sa i takon veprimit të franceskanëve në familjen e Gjakovës, prej relacioneve të i peshkvive deri tani kemi zbuluar se në familjen e Gjakovës kanë vepruar si misionar këta fretër. Kuptohet nuk do t'i mbani mend, por vetëm të dini se urdhri franceskan me të vërtet ka vepruar në këto vise, e ka vepruar shumë. I pari përmendet Pater Bonaventura nga Palozzuolo dhe Pater Cherubini nga Valebona, fretrit të cilit Kongregata e Shenjtë për përhapjen e fesë i ka dërguar në Shqipëri me 23 korik të vitit 1634. Ata e kanë filluar misionin e vet në Zadrim dhe në malësi të madhe të Shkodrës, por është e mundshme se kanë predikuar sadopak edhe nëpër Kosovë. Ndërkaq, të dhëna më të sigurta kemi për të tjerët. Pater Gregor Frazina, i provincës së Romës, erdhi si misionar në Shqipëri në vitin 1636. Ishte zëvendës prefekt i misionit për vitit 1640 deri në 1649, vepronte në Mirdit, Pult, Gash, Kelmend, Kastrat, si edhe në Gjakov, në Prishtinë e në disa vende tjera të Kosovës. Ma në fund ishte i peshkëve i Shkodrës për vitit 1626 deri në vitin 1656, pak para vdekjes shkoi për shërim në vendlindje në Venedik dhe vdiq atje me 18 qershor të vitit 1656. Pas tij ishte Pater Benedikti nga Soligo, i provincës së Venedikut. Ishte prefekt i misionit të Shqipërisë për vitit 1652 deri në 54. Vdiq me 19 gusht të vitit 1698. Pater Bernardin nga Verona e dinte mirë gjuhën shqipe. Ishte misionar në vende të ndryshme në Shqipëri e pastaj edhe në Kosovë, në Bityç, Gjakov, Pej, Prizren dhe në Prishtinë. Nga misioni i Pultit u tërhoq në vitin 1650. Nuk e pranoi i peshkvinë e Pultit,
të cilën ja kanë ofruar në vitin 1666. Vdiq me 30 shtator të vitit 1682. Pater Hyacinthi nga Setia, mas pari ishte misionar në Kastrat, Hot dhe Kelmend, e pastaj në Betyç, Zogaj dhe Gjakov. Në vitin 1663 u zgjodh i peshkëve i Pultit, por as ky nuk e pranoi këtë nder. Vdiq në 20 prill të vitit 1699. Don Pjetër Zogaj, nga fshati Zogaj, afër Gjakovës, të qafa e Prushit, menjëherë për të kufirit e Shqipërisë, ishte famulitari i fundit vendas, i cili banonte tek familjarët e vet në fshatin Zogaj deri në vdekje në vitin 1702. Pasi për shkak të dhunes e turqëve, banimi i famulitarit në Gjakov ishte i pamundshëm. Pas vdekjes së Don Pjetër Zogajt në vitin 1702, në bazë të kërkesës së Monsignor Pjetër Karagiqit i peshkujt, e me pëlqimin e kongregatës së shenjtë për përhapjen e fesë, shërbimin baritor në Gjakov e pranuan franceskant. Ata ndërtuan hospicin apo rezidencen e parë franceskane në Gjakov. Ndër famullitar të parë franceskan të Gjakovës ishin Pater Salvator ab Ursiliada dhe Pater Augustin a Civitella. Pater Salvator ab Ursiliada i provincës së Kalabrisë ishte zëvendës prefekt i misionit të Shqipërisë për vitit 1700 deri në vitin 1705. E shpallte ungjillin gati në krejt i peshkujnë e Pultit dhe të Shkupit. Nga viti 1702 shërbente në Gjakov. Vdiq me 25 qershor të vitit 1746. Pater Augustin nga Civitella, misionar në Kosovë, sidomos ka shërbyer në Zogaj dhe në Gjakov. Ai në Gjakov e ndërtoi hospicin e parë, vdiq në vitin 1748. Pater Anton Asanfeliqe ishte prefekt i misionit të Kosovës në vitin 1704 dhe administrator i famullisë së Gjakovës dhe i Zogajve. Me 37 fshatra në rrethin. Ai vdiq në vitin 1730. Pater Hilari a Montefortino, i provincës Romake, ishte prefekt i misionit të Kosovës nga viti 1720 deri 1734 dhe famullitar i Gjakovës dhe i Zogajve. Vdiq me 26 gusht të vitit 1734. Pastaj prap, në shërbimin e famullisë së Gjakovës, ndroheshin meshtarët dioqezan dhe ata franceskan. Pasi shumica e krye familjarëve të rrethit të Gjakovës u islamizua, katolikët e fshehtë i shërbenin kryesisht misionarët franceskan, kurse ata që publikisht deklaroheshin katolik i kanë shërbyer meshtarët dioqezan. Prej franceskanëve të asaj periudhe i njohim këta: Pater Dionizi Anonim, do me thënë ja njohim emrin, por jo mbiemrin, për të cilën nuk kemi shumë të dhëna të sigurta, por dihet se ishte misionar dhe famullitar i Kastratit në vitin 1837-1840 dhe prefekt i misionit të Maqedonisë në vitin 1838 deri 1842. Pikërisht ai, Pater Dionizi, me Pater Deodatin, i cili në atë kohë shërbente në Pej, ka ndikuar që 150 familje të katolikëve të fshehtë të rrethit të Gjakovës të deklarohen publikisht katolik me 8 shtator të vitit 1845. Kështu që me këtë akt u ripërtri famulja e Gjakovës, e cila faktikisht ishte gati e fikur që nga fillimi i shekullit të 19. Famulja zyrtarisht u përtri në vitin 1851, kurse
Amzat e kishës I kishte që nga viti 1849. Pater Dionizi vdiq me 6 prill të vitit 1853. Pater Deodato nga Costaciaro lindi në Itali në vitin 1785. Ka punuar 27 vjet si misionar në Pult dhe në Kosovë. Në vitin 1846 u bë famullitar në Gjakovë. Vdiq në provincën e vet në vitin 1864. Pater Pasquale nga Nica është lindur në vitin 1818. Në vitin 1846 ishte 28 vjeç, e ka shërbyer si meshtar në Gjakovë e pastaj në Letnicë. Pasi Letnica mbeti pa famullitar kur Pater Anton Marojević shkoi në Turqi me martirt e Stublës. Pater Gaudencije Barbić nga Dubrovniku në Gjakovë shërbente parafërsisht në vite 1860 deri në 1878. Ai në vitin 1867 e themeloi urdhrin franceskan shekullar në Gjakovë, vetëm një vit pas rithemelimit të urdhrit franceskan në Shkodër. Ai vdiq në vendlindje të vet me 26 tetor të vitit 1907. Pater Rosario nga Castroluccio lindi në Itali, shërbeu në Gjakovë parafërsisht nga viti 1865 e deri në vdekje. Vdiq në Gjakovë me 21 dhjetor të vitit 1877. U varros në Zym në Bytyç të kisha e Shnaprenës, Shëngjerqë. Pater Rosario nga Marke shumë vjet ka shërbyer si misionar dhe famullitar në Gjakovë, ku ndërtoi edhe qeljen e fretarve. Vdiq në Gjakovë me 24 janar të vitit 1882. U varros në Zym në Bytyç në Shëngjerqë, Karashëngjerqë se e quajnë sot. Pater Serafin Kucari, meshtar I provincës së Sicilisë. Ishte misionar në disa famullit e Kosovës që nga viti 1871 e deri në vitin 1881, kur ishte famullitar në Letnicë. Nga Letnica pastaj kalon në Gjakovë në vitin 1882-84, kur ndonjëherë gjendet edhe në Zym. Pastaj shkon si zëvendës famullitar në Prizren 1884 e Matutje, e më në fund në Janjev deri në vdekje me 10 korrikt 1890. Pater Francesco Rossi nga Monte Alto lindi në Itali në vitin 1816. Ka shërbyer në Prizren dhe ishte famullitar në Gjakovë, si edhe prefekt apostolik I misionit të Kosovës për vitit 1840 deri në vitin 1853. Ai është autor I fjalorit të famshëm italisht shqip dhe shqip italisht. Vdiq në Rom me 9 korrikt të vitit 1888. Pater Mariano Pizzocchini lindje në Palma Nova në vitin 1835. Shërbente në Zym, Gjakovë, Janjev dhe në Prizren. Ishte sekretar I peshkujt dhe administrator apostolik I peshkujt së Shkupit në vitin 1863-64. Ishte prefekt I misionit të Epirit në Shqipëri 1875-87. Ai filloi në Troshan kolegjin Serafik, do me thanë seminarin franceskan në vitin 1882, e vdiq në Venecia në vitin 1908. Pater Lorenzo Bucciarelli, vllai I Monsignor Dario Bucciarellit I peshkujt të Prizrenit,
Lindi në vitin 1844. Ka vepruar në Gjakov si meshtar i ri e deri në vdekje, me 15 prill të vitit 1886. U varros në zymë në Bytyq. Pater Pal Çurçia lindi në Shkodër me 10 mars të vitit 1878. Ishte famullitar i zymit në prej vitit 1920 deri 25, por ka shërbyer si misionar edhe në Pej dhe në Gjakov. Vdiq tek Ara e Madhe në Shkodër në vitin 1957. Këtu përfundojmë këtë emision, vazhdojmë sot një javë. Ti lutemi Zotit për të gjithë ata që nderojnë Shtën Franceskun dhe rrugës e tij i afrohen të Madhit Zot. Zoja e bekuar, nana e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne. Shen Francesc e Shen Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat e hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft të ju ruajt hyj gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen.